21 janari për ne ishte ditë tragjike. Koha për politikanët, pushtetarët dhe diplomatët e huaj mbaroi. Çështja e 21 janarit nuk është më një debat politik, por një çështje penale që kërkon përgjegjësi ligjore dhe drejtësi të plotë. Sot shpresa jone vetme është vendosja e drejtësisë të ndishkimit autorëve të vrasjes së 21 janarit nga Spaku. Vërteta duhet dalë në dritë dhe përgjegjësit të përballen me ligjin pa asnjë lloj mbrojtje apo ndikimi politik. Shpresa fundit për të bërë drejtësi e ndeshkuar vrasjen është në duart e hetuesve dhe prokurisë speciale që kanë dosjen në dorë. Kjo nuk është koha për lojra politike apo shmangje përgjithësisht. Është koha për sqarim të plotë para opinionit publik dhe për veprime konkrete nga institucionet kompetente. Unë kam marrë këto si që ti di çdo vit për shpirtin e Aleksit, nipit tim, ashtu si dhe familjarët tjerë. Shpresojmë se më falni se Shpresojmë që ambasadorët e vendeve aleate të na dëgjojnë. Ato na kanë premtuar se do të na mbështesin në kërkesat tona të parreshta për drejtësi. Dhe sot ky angazhim moral dhe institucional është më i domosdoshëm se kurrë. Shoqëria shqiptare pret që drejtësia të funksionojë realisht. Ne nuk kërkojmë hakmarrje, por drejtësi. Nuk kërkojmë përjashtime, por barazi para ligjit. Kujtesa nuk duhet zbëhet dhe përgjegjësia nuk mund të harrohet. Ne qëndrojmë gjithmonë besim tek Spaku dhe gjykata e Strasburgut për drejtësi. Faleminderit.